Kjo është godina e Federatës Shqiptare të Futbollit. Është ndërtuar në vitin 2017 dhe duket sikur është inauguruar vetëm dje. Shikojeni pak me vëmendje. Ngjyrat janë po aty. Fasada është po aq e rregullt dhe e pastër. Asgjë nuk ka ndryshuar përveç viteve që kanë kaluar. Sekreti, sistemi i fasadës nga Saint-Gobain Albania. Në këtë fasadë është përdorur sistemi Weber-Tern i përbërë nga disa shtresa që punojnë së bashku për izolim dhe qëndrueshmëri. Për ngjitjen dhe rrafshimin e paneleve termoizoluese është përdorur Weber-Tern special, ndërsa për izolimin akustik dhe termik, leshi i gurit nga Isover që është rezistent ndaj zjarrit. Sigurisht që po kaq rëndësi ka edhe rjeta Weber-Tern me fibra xhami që forcon dhe stabilizon të gjithë sistemin. Jemi në hapat e fundit të fasadës dhe na duhet edhe astari Weber Prim që përgatit sipërfaqen për shtresën finale dhe në fund Weber-Ten Extra Clean, grafiato dekorative me efekt vetpastrues që mbron fasadën nga uji, pluhuri dhe ndotja. Kur përdorim produktet e duhura, koha kalon, por fasada mbetet po njësoj.